Ish partnerja shpërthen ndaj Elon Musk, një fëmijë llastuar që kërkon kontroll. Ashley Esti Clark ka ngritur akuzat forta ndaj Elon Musk duke pretenduar se ai po përpiqet të ushtrojë kontroll mbi të dhe djalin e tyre tani 6 muajsh. Gjithçka nisi pasi gazetarja Laura Lomer publikoi një video ku ajo shiste makinën e saj Tesla për të mbuluar shpenzimet e fëmijës. Në reagim, Musk mohoi se kishte ndëshkuar financiarisht djalin duke thënë se i kishte dhënë ish partnerës së tij $2.5 milion dhe po i ofronte $500 milion në vit. Ajo kundërshtoi menjëherë duke thënë se Musk kishte refuzuar të kryente një test atësie dhe se mbështetja financiare nuk ishte për të, por për djalin e tyre. Ajo gjithashtu e akuzoi për përdorimin e mjeteve ligjore për të heshtur, ndërsa ai vetë përdorte platformën e tij për ta denigruar publikisht. Në fund të deklaratës së saj, ajo quajti Musk një fëmijë të llastuar dhe i kërkoi të rritej. Deri tani, miliarderi nuk ka dhënë një përgjigje në mbështetje për akuzat.